kemi rekomanduar pikërisht mbylljen apo kufizimin e aksesit për platformën TikTok. Ky kufizim aksesi do të jetë deri në një periudhë 12 mujore, periudhë e cila do të na lejojë ne të gjithë kohën e nevojshme për marrjen e masave në bashkërendim me përfaqësuesit e platformës TikTok. Ne kemi nisur tashmë një komunikim me përfaqësuesit e TikTokut, një komunikim i cili ka të bëjë me marrjen e masave të mëtejshme, duke filluar nga filtrat për sa i përket moshës aksesit në platformën TikTok, nga filtrat në lidhje me kontrollin prindëror dhe gjithashtu edhe sa i përket filtrave të domosdoshëm në lidhje me të gjithë aspektet të komunikimit edhe në gjuhën shqipe, duke vendosur këto filtra, do të parandalojmë pra pikërisht edhe promovimin e sjelljeve të cilat janë të padëshiruar dhe që vinë përmes komunikimit në platformën e TikTokut. Koha është e mjaftueshme për të nisur këtë komunikim. Ministria e Arsimit është ngarkuar që së bashku me Agjencinë Kombëtare të Sigurisë Kibernetike dhe me entet e tjera regulatore dhe me Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit të vendoset pra në kontakt dhe të negocioj me përfaqësues të platformës TikTok, por edhe me rrjetet e tjera sociale, pikërisht për të vendosur këto filtra të aksesit, të cilat do të minimizojnë këto rrisje të cilat më pas sjellin edhe problematika nëse nuk vendosen dhe nuk realizohen ashtu sikurse tashmë ne kemi vendosur këtë komunikim dhe kërkojmë që ta zhvillojmë së bashku me ta. Periudha pra e kufizimit të aksesit në TikTok do të jetë deri në 12 muaj, sikurse e shpjegova, një periudhë domosdoshme për të vendosur të gjithë komunikimin dhe për të negociuar për elementët dhe kushtet që tashmë pra ne i kemi filluar diskutimet me ta.